Inspektorati ndërtimor i komunës së Krushevës ka vendosur ndalesë për vazhdimin e punimeve në godinën e re të shkollës së Nerovës, që banorët me vetë kontribute ndërtuan. Banorët e fshatit Nerov thonë se nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre deri në realizimin e qëllimit që objekti i ri shkollor të legalizohet. Banorët kërkojnë që të hiqen ndalesa për zhvillimin e aktiviteteve të punës dhe që të mund ta finalizojnë objektin e ri shkollor, që nxënësit nga shtatori të nisin mësimin në kushte më të mira shkollore. Ne kërkojmë që së paku të hiqet njerë ajo ndalesa për zhvillim të aktiviteteve të punës, se kemi ndalesë që mos vazhdohet kjo objekti asgjë të ndërtohet, të paktën ajo të tërhiqet nga inspektoriati i ndërtimit, edhe normalisht garanca edhe prej komunës vetëshikimi, prej kryetarit, por edhe prej qeverisë, prej Ministrisë të Arsimit, garanca se objekti do të legalizohet dhe do të punuaj normal si shkollë legale. Dashmir Jusufi, banor i fshatit Nerov, thotë se i ka vizituar kreu i komunës dhe janë kontaktuar edhe nga këshilltar të ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe këshilltar të BE-s, ndërsa nxënësit edhe sot e bojkotuan mësimin. Edhe ditën e sotshme përsëri vazhdon bojkoti nxënësve në shkollë, edhe qëllimi jon, siç e përmendëm edhe ditën e parë kur filloi, bojkoti do vazhdoj deri ditën çka do t'i arrijmë qëllimit. Ajo është që të mundsohet, të mundet të zhvillohen aktivitete të reja në atë shkollë, edhe normalisht nga institucionet kompetente të jepet leja e nevojshme që ai objekt të marrë shembull formën çka duhet të jetë i legalizuar. Sipas avokatit të popullit Nasër Ziberi, brenda javës së ardhshme avokati i popullit do të hapë një lëndë për rastin e Nerovës dhe do të jep rekomandime për tejkalimin e kësaj situate. Sa i përket çështjes problemit të shkollës fillore në Nerov, fatkeqësisht deri tash avokati i popullit nuk i është drejtuar asnjë qytetar, por ne brenda javës tjetër do të hapim një lëndë me vetë iniciativë dhe do ta shqyrtojmë problemin dhe konform asaj do të japim rekomandimet tona për tejkalimin e kësaj situate. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës thonë se janë në dieni dhe rrjedh me shqetësimin e banorëve. Zëvendësministri Lulzim Aliu, përmes një përgjigje të shkurtër për Alsat, apeloi që prindërit të mos i ndalojnë fëmijën nga procesi mësimor në fund të vitit shkollor. Bojkoti sipas tij nuk është zgjidhja e problemit. Mendoj që zgjidhja nuk është me atë që bojkotojnë nxënësit, sepse ashtu humbin vetë ata, por duke i zgjidhur hap pas hapi të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me shkollën e fshatit. Hapi i parë është zgjidhja e aspektit pronësor të vendit ku është ndërtuar shkolla, e më pas legalizimi i atij objekti, dhe për këtë ka munguar nisma e shkollës dhe bashkësisë vendore. Derisa të ndërmerren hapa për zgjidhjen e pronësisë dhe legalizimit të objektit, ju bëj thirrje prindërve që të jenë të arsyeshëm dhe të mos i ndëshkojnë fëmijët me atë që i largojnë nga banka shkollore. Atë që humbasin nga mësimi nuk mund ta kompenzojë askush. Bojkoti i mësimit nga ana mbi 140 nxënësve shqiptar të Nerovës sot hyn në ditën e 4 që nga dita e protestës nga ana e banorëve të këtij fshati. Sipas prindërve, bojkoti i mësimit do të vazhdojë deri në zgjidhjen e problemit.